Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ këtu në studion e Blu Televizion për të ndjekur zhvillimet e ditës së sotme. Masat për menaxhimin dhe parandalimin e zjarreve, sipas prefektës së Qarkut Vlorë, Evisa Lushaj, mbeten prioritet për këtë sezon veror, ndërsa nuk ka munguar sensibilizimi i banorëve për parandalimin e zjarreve. Masat e marra për menaxhimin dhe parandalimin e zjarreve mbeten padyshim prioritet për këtë sezon veror. Në një intervistë për Blu Televizion, prefektja e Qarkut Vlorë, Evisa Lushaj, ka konfirmuar se pikërisht për këtë qëllim takimet e para në krye të institucionit i ka zhvilluar në stacionet zjarr fikse, ku janë evidentuar problematikat kryesore që lidhen me mungesën e mjeteve, pajisjeve dhe sfidave të tjera me të cilat përballen forcat zjarr fikse. Lushaj theksoi se një rëndësi të veçantë kanë marrë edhe takimet në zonat rurale me kryetarët e fshatrave me fokus sensibilizimin e banorëve për parandalimin e zjarreve. Në fakt, si kundër dhe pak më parë që folëm për sezonin turistik, një nga pikat më të rëndësishme për sezonin turistik është edhe masat e marra për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të zjarreve. Është e vërtetë që takimet e para që sapo ka marrë detyrën e prefektës kanë qenë në të gjitha stacionet e shërbimit të zjarfikës për gjithë qarkun e Vlorës, ndërkohë që sërish vijoj me këto takime dhe kam patur një periudhë kohore të cilën i kemi nisur herës, sepse nuk kemi pritur që të filloj sezoni verës ku dhe problematikat janë më të shtuara, por i kemi zhvilluar këto takime gjatë gjithë vitit. Këto kanë qenë fillimisht me mbledhjet e Komisionit të Mbrojtjes Civile dhe unë si kryetare e këtij komisioni dhe me gjithë aktorët e tjerë që janë pjesë e komisionit, kemi zhvilluar takimet, më pas jemi përqendruar tek çështja e parandalimit. Çka do të thotë që në të gjitha bashkitë ne kemi zhvilluar takime me kryetarët e fshatrave, të cilët kanë pasur në fokus sensibilizimin e tyre. Nëpërmjet kryetarëve të fshatrave, ky sensibilizim të kalojë tek të gjithë banorët, tek të gjithë ata të cilët banojnë në zonat me pyet dhe kullota, sepse në fundit ata e njohin shumë më mirë situatën në terren dhe ku ka më mirë se të ekzistojë bashkëpunimi midis strukturave përgjegjëse dhe banorëve të këtyre zonave. Ndërkohë, kam vijuar me takimet edhe në terren, në të 7 bashkitë e qarkut të Vlorës, për të parë nga afër situatën e stacioneve të shërbimit kundër zjarrit dhe shpëtimit, të emergjencave civile, por njëkohësisht edhe të strukturave të pyjeve dhe kullota për të 7 bashkitë. Për gjitha situatat që kemi evidentuar, kemi bërë raportimet tona përkatëse duke kërkuar edhe ndihmë në mjete, në çdo element tjetër e cila është mangësi në stacione të caktuara dhe presim patjetër ndihmën që të na ofrohet nga strukturat përkatëse. Më lejoni të bëj me dije që aktualisht në këto momente janë shtuar edhe 2 stacione zjarr fikse nga Bashkia Vlorë dhe Bashkia Imar, të përkatësisë në Orikum dhe në Dhërmi, të cilat janë më afër zonave që janë me risk të lartë dhe bëjnë shumë më të thjeshtë aksesueshmërinë e këtyre forcave në ndihmë të situatave problematike që mund të krijojnë në këto zona. Ndërkohë gjatë sezonit veror janë shtuar edhe 2 stacione zjarr fikse në Dhërmi dhe Orikum me qëllim që shërbimi të jetë sa më pranë çdo situate emergjente që mund të krijohen nga zjarret. Prefektja Lushaj konfirmoi gjithashtu se janë raportuar dhe evidentuar mangësitë që kanë forcat zjarr fikse në të 7 bashkitë e qarkut, ndërsa po punohet padyshim për sistemimin e tyre. Atëherë, raportimet që ne kemi bërë kanë qenë për të 7 bashkitë, për të 7 stacionet e shërbimit të zjarreve dhe mbrojtjes. Kemi raportuar cilat janë ato mangësi dhe nevoja që ata kanë. Dhe aktualisht në këto momente kemi informacione që Bashkia Konispol është pajisur me mjet zjarfikës, Bashkia Himar, njëkohësisht dhe Bashkia Delvin dhe janë në tratativa dhe bashkitë e tjera për të pajisur me ato mjete të cilat kanë nevojë për të realizuar një funksionim sa më të mirë të këtij shërbimi. Rritja e temperaturave ka shtuar ndjeshëm rrezikun e zjarreve dhe krijimin e situatave problematike. Vlora mbetet një nga zonat më të rrezikuara të vend gjatë sezonit së verës, çka kërkon gatishmëri të lartë dhe bashkëpunim të institucioneve me qytetarët për parandalimin e tyre. Eksplorimi i zonave turistike në Vlorë po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Turistë me mjete motorike rally po preferojnë aventurën dhe adrenalinën që ofrojnë këto udhëtime. Eksplorimi i zonave turistike në Vlorë po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Krahas pushimeve në Bregdet, turistët po zgjedhin të vizitojnë sa më shumë atraksione natyrore dhe kulturore të zonës. Jo vetëm me kampera, por dhe me mjete motorike rally, turistët po preferojnë aventurën dhe adrenalinën që ofrojnë këto udhëtime. Kjo u jep atyre mundësinë të eksplorojnë dhe vende të vështira për t'u arritur me automjete të zakonshme. Turistë nga Polonia, por dhe shqiptar të diasporës dhe vizitor nga vende të tjera, po e zgjedhin gjithnjë më shumë këtë formë turizmi.
Ata shprehen se Vlora ofron një kombinim të veçantë të natyrës, aventurës dhe peizazheve, duke krijuar mundësi për të vizituar sa më shumë destinacione. Jeni nga? Na jem nga Bazele, nga Kosova. Keni zgjedhur një tur të veçantë me mjete motorike. Çfarë eksploroni? Çfarë keni të shirë? Me shiqu qëtë ven, me këqyr, mu knaqë qune. Çfarë keni parë deri tani? Dhe tani s'kom pa shumë si jëm tut pak, se para herë a më shumë mire ka bu. Kjo ju jep mundësinë të vizitoni shumë vende njëkohësisht apo jo? Po. Si po duket Vlora? Vlora neve na pëlqen, vi me vite. Tash po shkojmë Karadhimja, Karikumi, a më shumë e bukur o Vlora. Vlora o zemër, Vlorë mo. Arsan Shala, Ti vini nga? edhe Kosovës. Shqiptar. Po, Si po të duket? Vlora bukur është, edhe duket mirë. Plazha. Po shijon këtë? Pëlqen? Po ne du me gra, ju mami. Çfarë po të pëlqen më shumë? Plazhat, edhe mundet me pa peshk. E noj, po. Po gjë. And edhe first timers? Jam nga Polonia dhe kemi zgjedhur së bashku me familjen të eksplorojmë vendin tuaj dhe mbi të gjitha Vlorën. Është një mundësi dhe tur shumë i mirë. Kemi nisur nga Zvërneci, do të shkojmë në disa vende të tjera dhe Orikum. Më pëlqen çfarë kam parë. Vlora është një vend shumë i bukur. For you is the first time? For me, it's the first time, actually, yes. Jam nga Zvicra dhe vim për herë të parë në qytetin e Vlorës. Natyra është shumë e bukur dhe kemi mundësinë të vizitojmë shumë vende njëkohësisht. Unë e rekomandoj këtë vend. Ke mundësinë të pushosh, por edhe të vizitosh disa vende njëkohësisht gjatë ditëve të qëndrimit për pushime këtu. Natyrisht që do të rikthehem. We didn't really like, but the ocean is nice, and Maybe we'll come back. yeah, I guess so, yeah. We like it so far, but we haven't seen that. Vim për të eksploruar Shqipërinë dhe Vlorën. Jemi të kënaqur pasi janë mundësitë për të vizituar dhe eksploruar më shumë zona turistike. Më pëlqen shumë. Atmosphere, super nice and chilled. Turizmi në Vlorë tashmë nuk lidhet vetëm me pushimet pranë detit, por dhe me eksplorimin e natyrës dhe vizitën në atraksionet e shumta turistike. Kjo prirje ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve edhe gjatë këtij sezoni veror. Xhamia e Kuqe dhe ajo e Plumbit janë të vetmet xhami që funksionojnë prej vitesh në Vlorë dhe sipas myftiu të Vlorës Ardit Hoxhallaku janë të pamjaftueshme. Sipas tij, për shkak të shtimit të numrit të besimtarëve vendas dhe të huaj, Vlora ka nevojë për shumë më tepër xhami. Xhamia e Kuqe dhe ajo e Plumbit janë të vetmet xhami që funksionojnë prej vitesh në Vlorë. Myftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku thotë se qyteti bregdetar, për shkak të shtimit të numrit të besimtarëve vendas dhe të huaj, ka nevojë për shumë më tepër xhami. Kjo ka bërë që komuniteti mysliman në vend të nisë përpjekjet për ndërtimin e xhamive të reja. Sipas Hoxhallakut, i është dërguar qeverisë shqiptare një kërkesë për marrjen e një toke tek pylli i Sodës për ndërtimin e një kompleksi fetar aty. Që ditën e parë kur kam ardhur, e kam theksuar këtë gjë, pra para 2 vitesh, që Vlora ka nevojë edhe për xhamit të tjera, dhe ne jemi në përpjekje kemi bërë një kërkesë shtetit për një tokë e cila është shtet në pyllin e Sodës, përballë fushave të flamurtarit. Është një tokë që ne e kemi kërkuar nga shteti, kemi një projekt të bukur për një kompleks të bukur, i cili mos të jetë vetëm thjesht xhami, por të jetë një kompleks që rinia të ketë mundësinë të kryejë edhe aktivitetet të tjera, pra një bibliotek, një sallë pritjesh dhe një sallë argëtimesh bashkë me xhamin, në mënyrë që ti mbulojmë sa do pak ato nevoja që kanë qytetarët. Nëse hedh syt në historinë e qytetit, myftui i Vlorës tregon se do të zbulosh se ka patur 8 deri në 9 xhami në qytetin bregdetar, kur popullsia ka qenë më e vogël. Duke parë numrin në rritje të besimtarëve, Hoxhallaku thotë se një qytet si Vlora duhet të paktën të ketë 4 xhami funksionale. Atëherë, nëse shohim pak historinë e Vlorës, Vlora brenda ka pasur 8 apo 9 xhami. Në një kohë kur popullata ka qenë shumë më e vogël. Ne nuk mund të themi sot që na duhen 8 apo 9 brenda në qytet, por të paktën 4 na duhen. Ardit Hoxhallaku pohon se nevojat që qyteti ka për xhami, ku predikohet besimi, mund të plotësohen vetëm me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Komuniteti mysliman është i gatshëm të financojë ndërtimin e tyre nëse shteti ndërhyn për të dhënë tokën ku ato të ndërtohen, pasi vetë komuniteti nuk ka prona ku mund të bëjë të tilla ndërtime. Përgjigjja që mund ta jap shteti për arsye se ne nuk kemi prona apo toka që
këto xhamiti ndërtojmë, por edhe nga privati është shumë e vështirë të blihen, pasi e dim shumë mirë se çmimi ka vajtur në një vend ku ne kemi frikë ta përmendim, jo më të hymë për ta blerë. Pra, në ditët në vijim, gjatë kohës do shikojmë se sa do na përgjigjet edhe shteti në lidhje me këto nevoja që kemi. Apeli është shumë i thjeshtë, nëse shteti na kthen tokat tona aty të komunitetit musliman, ne nuk kemi nevojë të marrim gjë nga shteti. Ka edhe disa xhami të tjera funksionale të cilat përfshihen në territorin që i përket Vlorës, por ato gjenden kryesisht në fshatrat pranë saj. Shpesh të vështira për t'u aksesuar dhe në shumë raste besimtarët kryesisht të huaj janë të pa informuar për funksionimin e tyre. Dhe ndërojmë temi informacioni, qindra tonë Shalqin kanë mbetur pa u tregtuar në frakull të Fierit. Mungesa e tregut vendas dhe bllokimi i eksporteve kanë lënë prodhimin në ara, ndërsa fermerët thonë se po përballen me humbje të mëdha. Qindra tonë Shalqin kanë mbetur pa u tregtuar në frakull të Fierit. Mungesa e tregut vendas dhe bllokimi i eksporteve kanë lënë prodhimin në ara, ndërsa fermerët thonë se po përballen me humbje të mëdha. Sipas fermerëve, kanë investuar shuma të mëdha parash dhe kanë marrë kredi, por tashmë rrezikojnë falimentimin. E sipas tyre, nëse situata nuk ndryshon, do të detyrohen ta hedhin prodhimin. Dhe si faqe unë kam 13 lymë shalqi. Shalqiri është bio, pa pesticide, është bërë vetë në natyra. Është bio, ka vajtu Kosova 2 fishi si vjetë, krasim e vjetë. Ai është bërë është pjekur, ja, si që shikoni është pjekur i gjithë shalqiri, s'ka treg fare. Me plera organike të vi kush të doj, të shikojt, bëj analizat, në qasë dhe to del shalqiri me mbetje, ja muni pari dhe vetë në burg. Nuk shitet s'ka treg fare përgjithsi. Kemi hasur keq, edhe ata fermerët e tjerë që dalin, një problem kanë si puna ime. Gjithë zona, gjithë vendi, si vjetë as një vit. Kemi pas probleme, po jo kaq. Si vjetë s'ka arru njëri të thotë, tore, u bë shalqiria, u bë, s'ka tregje fare. A i së duron do të temë në 3 ditësh. Se si do vej puna, nuk e dim, jemi në hatë ma. Të gjithë mundimi jonë, brenda posu shirë shalqiri, brenda kësa jave i mbaroj, s'ka me, e mban kotë, digjet, komplet. Shteti do të vej ndim për fermerë, se i ka lënë fare zero. As një ndim, as zje. Ne bëjmë prodhimin, as që shef, domatja është bio. Të tëra i kemi bio. As zje, s'përdorim ne të shkret me pesticide që nxjerrin në qa shuja. Me organike, plera organike, tëra me fatura komplet, plerat të viti shikoj kam aty të shënura tëra. Mua ku vete Kosova rreth 0,1 milion dylymindi, 12 milion lekë vete Kosova. E doj, jo fidani, jo plasmaset, jo zorrat, jo punimet. E kam marrë naftën 2 fishin si vjetë, krasim e vjetë. Vetëm naftë që s'dijet se sa lekë kam hedhur, se përdor me naftë, s'kam pom koreni. Asi gje, asë unë mbyta dhe serat që kam, unë mbyta në lumi seri njëri fare thosh, ore, qa halli ke, qysh, kje puna. Po vete javë, jo se është sot edhe është i problem, po vete bil 10 ditë që nuk ata s'po mledi fare. Ata vinë 10 veta këtuja, na ma mua njeri, na ma mua tjetër. Si vjetë s'ka arros njeri, asi telefonat. Ne jemi përballu, po si vjetë jo. Viti më i vështirë se janë kostat lartë të tëra, ndash na fidani të tëra. Është shumë viti vështirë. Edhe ata pika thonë që s'kemi tregje, se si vjetë. Thira jonë është që shteti të hedhi sytë në bujësia të shkoj fermerët, se do shkatrojë çdo gjë, do vitë tëra jashtë, mallin a jashtë, të bleme 3 fishin, 4 fishin e çmimit. Se kështu duan ta. Duam ndihmë nga shteti. S'ka ardhur asnjë agronom tu që ka shteti që i jep lekë shteti agronomit që është i zonës tonë këtu. Duhet të vi një vit ai më thotë mua ça drejt që ke mbjell. Qa ke bërë këtu di? Asnjëri, ai me lekë kot i fut në xhep. Vi këtu e të bëj analizat e tokës, të bëj qa kam hedhur unë, tëra. Nuk vi njeri valla. S'ka. Ai rri aty në shtëpi, në zyrët, lekë i merr, si do qefi, ne fshatarët e shkret jemi me diellin lart. Unë quhem Neim Zeqoj në fshati Ad, edhe jam fermer, kam mbjell domate, sharqi, lule shtrydhe, tani kemi ardhur në periudhën e sharqirit. Sharqiri është bërë, s'ka as një tërheqje, as me eksport, as me gjë, se kush e ka mbyllur, nuk dihet kjo punë. Neve kemi ngelur as një kokër leku. Se ku do vej kjo punë, nuk dihet. Do ikim fare, do ikim. Unë i ikur jam, po do ikim në të pjellët e mi. Kemi shpresat nga higjet se
ku do vem? Ose t'ikim fare, se nuk ashtu me këtu. Ne kemi 12 dylym, 1 hektar pik 2. Shiko të kesh aty, asin kokër. Ta e din tani, e di rama me shok, e bllokojnë eksportin edhe halanësi. Ndash me domate, ndash me sharkin, se si do vej kjo punë. Po shiko mua ti, si jam berë unë, lere punë e losnë, punë nuk po e qaj merë, pa të paktën marim djersën që bëjmë, që ate që hedhin paktën. Po kualitetin a e pas pat e kualitet nuk ta merë tyri. Edhe ti që të hash, po se patet një domaten nuk ta merë. Talem në ne, talem. Ne ngrihemi vem në luqe e shesim mandej. Se është mall i mirë edhe e qoj mandej. Po që do, pa para. Sa i ben gjumi natën qunit, si ben leku. Me 300 lek, me 400 lek, ti qilë do lash më para. Punëtor të po do lash vetëm tende. O shpenzimet i ke hedhur. Ne nga kërajtë 7 milion vetëm në shpenzime gjoj. Hajde nëziri ti tani, me 300 lek. Se zdi unë. Që është edhe për eksport dhe për trekun të brendshëm. Po si vjetë si pas shenjave që po vinë, shumë keq situata. Eksporti s'po punon fare, që të heqi. Malë që vinë, qëse vinë një kosovar që të marri. To janë bio gjitha, nuk ka pesticide që të kemi hedhur. Edhe sharqi duket, ja. Shkoj. Shkoj asish. Gjuna. Edhe gjitha do lek, as lek që kemi hedhur zdo majmë të. Kurse vjetë malë ishte, si vjetë është cop fare. Ja do shpenzimi që janë edhe. Nuk e di, qa do betë. Shumë keq situata. Që e shumë da një javë, se po filloj temperatura që si ishte para 2-3 dite e dje komplet. Se dhe kul pra i bje, djedhi po e djek, i bëjmë blan atje dhe asnjë se merr me. Që thot është zero për ne. As shpenzime s'do majmë as gjeja. Brenda një jave të djek djedhi gjithë komplet. Po s'punoj eksporte, që ti eksport. Sa do hajë tregu brendshëm këtu, një sasi të vogël. Kurse eksporti heq goxha. Do presin në shtetit, na japi shteti. Ne në shteti presin vetëm na ndihmoj që mu hap në eksport në një gjë. Çfarë themi? Ja dhe po domatja e njëjta gjë. S'po ecën, s'ka çmim, çdo gjë. Fermerët kërkojnë ndërhyrje nga shteti për hapjen e tregjeve të eksportit dhe mbështetje për bujqësinë në të kundërt, paralajmërojnë se shumë familje do të braktisin tokën. Ndërkohë sipas sindikatës së fermerëve, prodhimi ka mbetur stok për shkak të mos orientimit të fermerëve në përputhje me kërkesat e tregut. E sipas sindikalistëve, Maqedonia e Veriut del më parë me prodhimin në treg dhe është më konkurruese se vendi ynë. Prej një korikut, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë do të qëndrojë i hapur deri në orën 22 të mbrëmjes. Drejtoria e muzeut Kozeta Halili konfirmon se zgjatja e orarit është për t'u dhënë mundësi turistëve vendas dhe të huaj të vizitojnë muzeun në orare më të përshtatshme. Prej datës 1 korrik, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë ka ndryshuar orarin e vizitave gjatë sezonit turistik. Muzeu do të qëndrojë i hapur deri në orën 22 të mbrëmjes, ndërsa nëse ka ende vizitor, shërbimi do të vijojë edhe për te këtij orari. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili, konfirmon se zgjatja e orarit është bërë për t'u dhënë mundësi turistëve vendas dhe të huaj të vizitojnë muzeun në orare më të përshtatshme. Për shkak të temperaturave, ne duke filluar që nga data 1 korrik, pra dje, kemi bërë një ndryshim të orarit dhe këtë e kemi aplikuar, e kemi vendosur edhe tek faqja e muzeut, në Instagram dhe në Facebook, dhe kemi 9 me 12, pra me shkëputje, dhe 5 me 10. Dhe kjo u jep mundësi të gjithë turistëve, si vendas dhe të huaj, që në kulmin, në pikun e vapës, ata të akomodohen pranë qëndrave të tyre për të mos dalë në vende të nxehta, dhe e kanë këtë pjesë akomodimi pastaj reatin për ta vizituar muzeun nga ora 5 deri në 10 të darkës. Sipas Halili, të gjithë operatorët turistikë kanë vizitën në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë pjesë të agjendës së tyre. Krahas grupeve turistike, muzeu vizitohet çdo ditë edhe nga familjar, të cilët kalojnë pushimet e tyre verore në qytetin e Vlorës. Të gjithë tur operatorët që vinë me të organizuar, në mënyrë të organizuar, ata e kanë në agjendën e tyre pjesën e vizitës në të muzeut. Por nuk duhet të anashkalojmë edhe familjarët të cilët vinë, duke ardhur që janë për të kaluar një pjesë të kohës së tyre, pra të lejes së zakonshme duke u pushuar me fëmijët e tyre, ata e kanë edhe në agjendën e tyre, në mendjen e tyre, që do të vizitojnë edhe pikat turistike të qytetit të Vlorës, duke përfshirë këtu edhe Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë do të funksionojë me orar të zgjatur deri në muajin shtator për të qenë sa më pranë turistëve dhe për të dhënë atyre mundësinë të vizitojnë në çdo moment të ditës pikërisht këtë muze.
Policia rrugore në Fier, monitorim intensiv me pajisje inteligjente në akset rrugore dhe në pikat hyrëse dhe dalëse, me objektiv parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut. Për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, këtë javë janë proceduar penalisht 21 shtetas dhe sekuestruar disa automjete. Gjatë kësaj jave, për shkelje të ndryshme të dispozitave të kodit rrugor janë proceduar penalisht 21 shtetas. Prej tyre, 6 janë arrestuar në flagrancë për drejtim automjeti në gjendje të dehur ose pa leje drejtimi, ndërsa 15 drejtues të tjerë mjetesh janë proceduar penalisht në gjendje të lirë për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Në kuadër të kontrolleve parandaluese të organizuara me grupe kontrolli në rrugët urbane dhe lokale gjatë kësaj periudhe janë vendosur gjithsej 1409 masa administrative për tejkalim të shpejtësisë në rrugët interurbane dhe në autostradën A2, 74 masa administrative për mos përdorim të ripit të sigurimit, 19 masa administrative për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 108 masa administrative për parakalim të gabuar, 13 masa administrative për drejtim automjeti nën efektin e alkoolit, 384 masa administrative për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor të cilat përbëjnë burim aksidentesh. Gjithashtu janë sekuestruar 23 motomjete që qarkullonin pa dokumentacioni dhe targat përkatëse. Policia rrugore Fier apelon sërish për respektim riguroz të rregullave të qarkullimit rrugor, si një kontribut i rëndësishëm për rritjen e sigurisë rrugore, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të përdoruesve të rrugës, si dhe garantimin e një qarkullimi të sigurt, të lirë dhe pa pengesa. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.